Ministri i Punëve të Jashtme Marko Gjuriç ka nënshkruar kornizën e re të partneritetit për zhvillim për periudhën deri në vitin 2030 me koordinatoren e përhershme të Kombeve të Bashkuara Matilda Morth. Shefi i diplomacisë së Serbisë deklaroi se kjo përfaqëson konfirmimin më të fortë të mundshëm të angazhimit të Serbisë ndaj rolit dhe karakterit të Kombeve të Bashkuara, një organizatë mbi të cilën, siç thot ai, është mbështetur rendi ndërkombëtar për dekada. Për Serbinë, Kombet e Bashkuara janë garantuese të ruajtjes së sovranitetit dhe integritetit tonë territorial në pjesën e Kosovës dhe Metohijës, dhe për këtë arsye ky bashkëpunim është me rëndësi të veçantë, tha Gjuriç. Kryetarja Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić tha pas takimit me kryetarin e Asamblesë Kombëtare të Tanzanisë Musa Zunga se Tanzania është një faktor i rëndësishëm stabilitetit në Afrikën Lindore dhe njoftoi se Serbia së shpejti do të hapë ambasadën në atë vend. Ajo theksoi se Serbia i kushton rëndësi të madhe zhvillimit dhe ringjalljes së marrëdhënieve me të gjitha vendet afrikane me të cilët lidh bashkëpunimi që nga koha e lëvizjes së painkuadruarve, dhe njoftoi, siç tha ajo, një vizitë të rëndësishme të presidentit Aleksandar Vučić në kontinentin afrikan. Argumentet përfundimtare në gjyqin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit filluan para dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë. Kryeprokurori Akim Vest theksoi se dëshmitë dhe provat e paraqitura gjatë procedurës konfirmuan se ishin kryer krime dhe se të pandehurit janë përgjegjës për ato. Ajo kërkoi që gjykata t'i shpallë ata fajtor për të gjitha 10 akuzat e aktakuzës dhe t'i dënoi me dënim të vetëm prej 45 vjetësh burgim. Prezantimi përfundimtar zgjat deri më 18 shkurt. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani për median britannike Monokle tha se pavarësisht sfidave, rruga e Kosovës drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian është e pandalshme. Ajo vlerësoi se marrëdhëniet e Kosovës me Amerikën kanë qenë gjithmonë ekzistenciale dhe se Kosova është bërë një nga historitë më të mëdha të suksesit të politikës së jashtme moderne amerikane. Sipas saj, Kosova kaloi nëpër një luftë gjenocidale dhe më pas u bë një nga historitë më të mëdha të suksesit në të cilën kontribuan Britania e Madhe dhe shumë vende të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban përsëriti se në vitin 1999 Hungaria hodhi poshtë kërkesën e presidentit të atëhershëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës Bill Clinton për të përfshirë në luftën në Jugosllavi, duke theksuar se një vendim i tillë do të kishte pasoja të rënda për popullin hungarez. Përgjigjja jon ishte jo e qartë, të thuash jo është e mundur nëse ke guxim ta bëni, shkroi Orban në rrjetin social X. Hungaria, siç ka thënë ai disa herë, nuk do të marrë pjesë në konfliktin ushtarak në Ukrainë, ashtu siç dikur refuzoi dhe lejoi veten të hynte në agresionin e NATO-s kundër Jugosllavisë. Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi 6 ankesa kundër vendimeve të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që lidhen me rezultatet e zgjedhjeve dhe vendimet dhe transferimin e tyre palëve pritet deri në fund të ditës. Nëse Gjykata Supreme i refuzon këto ankesa, hapet rrugë për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, me pas brenda 30 ditësh do të thirret një seancë për konstituimin e Kuvendit. Nga 7 ankesa drejtuar panelit u pranua vetëm ankesa listës serbe në lidhjen për mos shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Analisti ushtarak Vlade Radulović thot se armatosja vendeve të Ballkanit Perëndimor shoqërohet me një nga dilemat sigurie në të cilën çdo veprim i një shteti perceptohet nga aktorët e tjerë si një kërcënim dhe ata përgjigjen duke forcuar kapacitetet e tyre. Siç vuri në dukje eksperti i sigurisë Burim Ramadani, Kosova është në fazën e hershme të zhvillimit të ushtrisë së saj dhe plani 10 vjeçar për forcimin e ushtrisë nuk është përfunduar ende. Analisti nga Tirana Ben Andoni thot se me qenë se Amerika po zvoglon interesin e saj në Europë, barra mbrojtjes së Kosovës do të mbetet kryesisht mbi Shqipërinë dhe disa vende të NATO-s.
Moti nesër do të jetë dukshëm me i ftoftë me vranësira her pas here me shi dhe borë në disa vende pritet formimi një mbulese më të vogël bore do të fryjë erë nga juglindja mesatare kurse e fortë në zonën e Koshavës me valë stuhie. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga -3 deri në 3 kurse ajo maksimale ditore nga -1 deri në 8 gradë Celsius.